Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një fundjavë të mbarë. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 sinjat e zodiakut për ditën e shtunë, 18 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit dash për këtë të shtunë për ju është 3 kupat. Kjo letër është një simbol i gëzimit, miqësisë, bashkimit dhe lajmeve të bukura. Kjo letër tregon se mund të marrësh një mesazh ose një telefonat që do të ndryshojë shumë humorin dhe rrjedhën e ditës tënde. Si fillim të 18 korrikut mund të ndihesh sikur gjërat nuk po ecin tamam siç ke planifikuar. Mund të ketë vonesa, keq kuptime të vogla ose një ndjesi sikur diçka mungon, por mos u shqetëso, sepse energjia e 3 kupave sjell një surprizë të këndshme. Dikush e ke pasur në mendje, po e ke shtyr ta kontaktosh, mund të bëj hapin i pari. Një bisedë thjesht mund të sjellë buzëqeshje, afërsi dhe të kujtojë se nuk je vetëm në rrugën tënde. Në dashuri kjo letër sjell momente të ngrohta dhe mundësi për pajtim ose afrime të reja. Nëse je beqar, një njohje përmes miqve ose një mesazh i papritur mund të hap një derë interesante. Mesazhi i letrave tarot për ju dash sot. Prano gëzimin kur të vi dhe mos e mbyll zemrën ndaj njerëzve që të duan të afrohen me ty. Ndonjëherë një mesazh i vogël mund të sjellë ndryshime të mëdha. Demi, letra e tarotit blen për këtë të shtunë perandoresha e përmbysur, një shenjë që tregon se je shumë afër asaj që dëshiron, por ekziston diçka që të pengon të arrish tërësisht. Kjo letër të kujton se potenciali yt është aty ku ke aftësinë, ide të mundësi për të krijuar atë që kërkon, por ndoshta ke lënë pas dore diçka të rëndësishme. Mund të jetë një vendim që e ke shtyr, një bisedë që nuk e ke bërë ende ose një hap që ke frikë ta ndërmarrësh. Thellë brenda vetes dem ti e di se çfarë të pengon, intuita jote të ka dhënë përgjigjen prej kohës, por ndoshta ke zgjedhur të presësh edhe pak. Kjo ditë të fton të mos e vonosh me atë që e di se duhet bërë. Në dashuri, perandoresha e përmbysur mund të tregojë nevojën për më shumë kujdes ndaj vetes dhe marrëdhënieve. Mos haro të japësh dashuri për veten dhe jo vetëm për të tjerët. Në punë dhe financa kjo është një thirrje për të rikthyer besimin tek vetja dhe për të ushqyer më shumë idet e tua. Mesazhi i letrave tarot për ju dem. Mos prisni momentin perfekt. Hiqni pengesat që qëndrojnë përpara jush dhe bëni hapin e parë që duhet të bëni. Ajo që dëshironi më është më afër se nga sa mendoni. Binjakët, letra e tarotit për këtë të shtunë, asi i shpatave, një simbol i qartësisë, të vërtetës dhe zbulimeve të reja. Këtë të shtunë mund të përjetosh një moment të fortë, kur më në fund shikoni situatë me sy të kthjellët. Ti je një shenjë që shpesh ke ato momentet e papritura të kuptimit, ato çastet kur diçka bëhet e qartë menjëherë. Por gjatë periudhës së fundit, sidomos me ndikimin e Mërkurit në retrograd, mund të jesh ndjerë me i hutuar ose sikur nuk po gjeje përgjigjet e duhura. Mos u shqetëso, binjak. Kjo letër tregon se mjegulla fillon të largohet. Deri në fund të ditës do ta kuptosh më mirë se çfarë mendon, çfarë ndjen dhe çfarë dëshiron të thuash. Në dashuri, letra asi i shpatave sjell biseda të sinqerta. Mund të vi momenti për të shprehur diçka që e ke mbajtur për brenda ose për të marrë një vendim që e ke shtyr. Në punë dhe në planet personale, kjo letër të jep një ide të re ose zgjidhje që ka munguar. Besoj mendjes tënde të shpejtë dhe aftësisë për të parë përtej sipërfaqes. Mesazhi i letrave tarot për binjakët. E vërteta që po kërkoje po bëhet e dukshme, kur mendja jote qartësohet dhe rruga përpara hapet. Mos kërcit të thuash atë që të vërtet mendon. Gaforia. Letra i tarotit gafore për këtë të shtunë është përmbajtja e përmbysur. Një letër që tregon se kohët e fundit ke pasur shumë gjëra mbi supe dhe ritmi i jetës mund të ketë filluar të lodhë. Që nga fillimi i periudhës së Mërkurit në retrograd mund të kesh kaluar në ndryshime, vonesa, keq kuptime ose situata që kanë kërkuar më shumë durim nga ti. Kjo letër tregon se energjia jote nuk është pafund dhe është koha të kujdesesh më shumë për ekuilibrin tënd. Këtë të shtunë letra e tarotit të këshillon mos e mbushësh ditën me më shumë përgjegjësi nga sa mund të përballosh. Ndonjëherë dëshira për të ndihmuar të gjithë të tjerët të bën të harrosh nevojat e tua. Në dashuri, letra e tarotit të fton të shmangësh reagimet e nxituara, jepi kohë bisedave dhe mos u përpiq të zgjidhësh diçka menjëherë. Në punë dhe në jetën personale, ec ngadalë dhe me kujdes. Ka më pak se një javë derisa energjia e Mërkurit të ndryshojë drejtim dhe shumë gjëra do të fillojnë të qartësohen. Mesazhi i letrave tarot, mos e detyro veten të bëjë më shumë se ç'duhet. Ruaj energjinë, gjej qetësinë dhe lejo që gjërat të vendosen në kohën e tyre.
Luani, letra e tarotit për këtë të shtunë Luan, mbreti i Skopinjve. Një letër që të përfaqëson shumë mirë. Ajo simbolizon vetë besimin, udhëheqjen, pasionin dhe aftësinë për të marrë iniciativa. Këtë të shtunë energjia jote është e fortë dhe të tjerët mund të vënë natyrshëm karizmën dhe sigurinë që përcjell. Ti e di çfarë dëshiron dhe ke aftësinë të vërtetuar gjërat përpara, pa pasur nevojë të imponohesh. Kjo është ditë ideale për të marrë kontroll në situate, për të nisur një projekt të ri ose për të treguar aftësitë e tua. Besimi në veten tënde do të jetë çelësi i suksesit. Në dashuri, mbreti i Skopinjve sjell një energji tërheqëse dhe pasionante. Nëse je në një lidhje, mund të ndihesh më shumë afërsi dhe dëshirë për të krijuar momente të veçanta. Nëse je beqar, prania jote mund të tërheqë vëmendjen e dikujt interesant. Në punë dhe financa, kjo letër të inkurajon të udhëheqësh, të marrësh vendime dhe të besosh në aftësitë e tua. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju Luan, ti je në një moment ku mund të shkëlqesh. Merr drejtimin, beso në forcën tënde dhe mos ke frikë të tregosh atë që të bësh më mirë. Virgjëresha, letra e tarotit për këtë të shtunë Virgjëresh, 2 pentakulat e përmbysura, një shenjë që tregon se ke shumë gjëra për të menaxhuar njëkohësisht dhe mund të jetë bërë e vështirë të mbash ekuilibrin. Ti zakonisht je shumë e organizuar dhe kujdesesh për çdo detaj, por këtë të shtunë mund të kuptosh se diçka ka mbetur pas dore për shkak të ngarkesës së madhe. Nuk të jetë një çështje personale, një përgjegjësi e haruar ose një situatë financiare që kërkon më shumë vëmendje. Kjo letër të kujton se nuk mund të bësh gjithçka në të njëjtën kohë. Ndonjëherë është e nevojshme të ndalosh pak, të vendosësh prioritetet dhe të përqendrohesh tek ajo që ka më shumë rëndësi. Në financa, 2 pentakulat e përmbysura të këshillojnë të rishikosh shpenzimet, planet dhe vendimet që lidhen me paratë. Një rregullim i vogël tani mund të sjellë më shumë siguri nesër. Në dashuri, kjo letër tregon nevojën për të krijuar më shumë ekuilibër mes detyrimeve dhe kohës që i kushton njerëzve të zemrës. Energjia e kësaj dite sjell një mundësi për të vendosur gjërat në vijë dhe për të rikthyer kontrollin mbi situatat që të kanë shqetësuar. Mesazhi i letrave tarot për Virgjëreshën: mos të përpiq të mbash gjithçka me vetëm, vendos prioritetet, rregullo atë që është lënë pas dore dhe shumë shpejt do të ndjesh se gjithçka po rikthehet në ekuilibër. Peshorja, letra e tarotit për këtë të shtunë, hëna e përmbysur, një simbol i zbulimit të së vërtetës, qartësisë dhe largimit të ndyshimeve. Këtë të shtunë dikush mund të tregoj se intuita jote ka qenë saktë. Nofta nuk është rezultati që doje të shije, por kjo situatë sjell një mësim të rëndësishëm. Ajo që tani ndukej si një zgënjim, në të vërtetë mund të jetë një mundësi për të shliruar nga diçka që të ka mbajtur të bllokuar. Hëna e përmbysur tregon se një mjergull po largohet. Gjërat që kanë qenë të paqarta fillojnë të bëhen edhe më të dukshme dhe ti më në fund kupton se çfarë duhet të bësh më tej. Në dashuri, kjo letër mund të tregojë zbulime emocionale, mund të kuptosh më mirë qëllimet e dikujt ose të pranosh të vërtet që e ke ndjer prej kohës. Në jetën personale, kjo nuk është ditë për të mos harxuar me energji duke analizuar pafund një situatë. Ti je gati të lësh pas atë që nuk të sjell më qetësi. Në mesazhi i letrave tarot për Peshoren, e vërteta mund të mos jetë ajo që prisje, por ajo që të jep lirinë për të ecur përpara. Lëre pas atë që të lodh dhe hap derën për diçka më të mirë dhe relaksuese. Akrepi, letra e tarotit për këtë të shtunë Akrep, 7 shkopinjt, një simbol i forcës, mbrojtjes së qëllimeve të tua dhe besimin në vendimet që ke marrë. Këtë të shtunë mund të përballesh me një mosmarrëveshje ose një bisedë që të bën të dyshosh për veten, më shumë se ç'ke bërë zakonisht. Dikush mund të përpiqet të binë se ke zgjedhur rrugën e gabuar, por kjo letër të kujton se nuk duhet të heqësh dorë lehtë nga ajo që e di se është e drejtë për ty. Ti nuk e marr një vendim të nxituar. Ke menduar gjatë, ke analizuar çdo detaj dhe di shumë mirë pse ndodhesh në këtë pikë të jetës tënde. Mos lejo që presioni i dikujt tjetër të largojë nga bindjet e tua. Në dashuri, 7 shkopinj tregojnë nevojën për të vendosur kufit e shëndetshëm. Nëse diçka nuk të bën të ndihesh i respektuar, ke të drejtë të mbrosh zemrën dhe vlerat e tua. Në punë dhe në qëllimet personale, kjo letër të jep kuraj të vazhdosh përpara edhe kur të tjerët nuk kuptojnë menjëherë zgjedhjen tënde. Dhe mesazhi i letrave tarot për Akrepin: qëndroj fort në atë që beson. Ti e njeh më mirë se kushdo rrugën tënde dhe nuk ka nevojë që të gjithë të bien dakord me vendimet e tua. Shigjetari, letra e tarotit shigjetar për këtë të shtunë Asi i shkopinjve i përmbysur,
Një letër që tregon se dëshira dhe qëllimi yt janë në drejtimin e dur, por mënyra se si po përpiqesh ti arrish mund të ketë nevojë për një ndryshim. Prandaj këtë testuar mund të kuptosh më në fund pse disa gjëra nuk kanë ecur ashtu siç i ke shpresuar. Nuk do të thotë se ëndra jote është e gabuar, apo se duhet të heqish dorë. Përkundrazi, kjo letër të fton të ndryshosh strategjinë dhe të gjesh mënyrën më të zgjuar dhe më të arritur për të arritur aty ku dëshiron. Ti je një shenjë që e do lirin dhe nuk të pëlqen gjithmonë të ndihesh i kufizuar nga angazhimet. Prandaj, fakti që ke vazhduar të punosh për një qëllim, edhe kur gjërat nuk kanë shkuar sipas planit, tregon shumë për forcën dhe këmbguljen tënde. Në dashuri, kjo letër mund të tregojë nevojën për të ndryshuar mënyrën se si shpreh ndjenjat ose si ndërton një lidhje. Ndonjëherë nuk mungon pasioni, por mënyra e komunikimit. Në punë dhe projekte personale, mos e humb motivimin, nëse nuk ke nevojë për një fillim të ri, por për një qasje të re. Dhe mesazhi i letrave tarot për shigjetarin. Rruga që ke zgjedhur mund të jetë e dura, por mënyra e ecjes duhet ndryshuar. Përshtatu, provo diçka ndryshe dhe mos haro se sa larg ke arritur. Bricjapi, letra e tarotit për këtë testuar bricjap, perandori, një letër që të përfaqëson shumë mirë. Ajo simbolizon autoritetin, mençurinë, disiplinën dhe aftësinë për të marrë kontrollin e situatave. Perandori është personi që e di çfarë duhet bërë dhe vepron me qetësi, pa pasur nevojë të tregojë shumë. Këto janë pikërisht cilësitë që ti ke bricjap. Këtë testuar aftësia jote për të menduar me logjikë dhe për të zgjedhur zgjidhje, do të vihet në pa. Dikush mund të vijë tek ti me një problem që të tjerët nuk kanë arritur ta zgjidhin, ndërsa të tjerë mund të jenë konfuz. Ti do ta shohësh situatën më qartë dhe do të gjesh rrugën e dur shumë shpejt nga sa pritej. Në punë kjo është një ditë ku mund të marrësh rolin e liderit. Njerëzit mund të kërkojnë këshillën tënde sepse të shohin si një person të besueshëm dhe të qëndrueshëm. Në dashuri, perandori të kujton rëndësinë e stabilitetit dhe sigurisë emocionale. Trego kujdes, ngrohtësi dhe jo vetëm forcë dhe kontroll. Te mesazhi i tarotit për bricjapin. Ti ke aftësinë për të vendosur rregull aty ku ka kaos bricjap. Beso në përvojën dhe mençurinë tënde, sepse sot të tjerët mund të kenë nevojë pikërisht për forcën tënde. Ujori, letra e tarotit për këtë testuar ujor, 10 kupat, një nga letrat më të bukura të tarotit, që simbolizon lumturinë e vërtet, harmoninë emocionale dhe ndjenjën e plotësimit. Kjo letër nuk flet për një gëzim të shtirur apo të pretenduar se gjithçka është perfekte. Ajo tregon një kënaqësi të sinqertë në jetën, me veten dhe me njerëzit që ke zgjedhur të kesh pranë. Këtë testuar një situatë në shtëpi ose një moment i veçantë me dikë të afërt mund të sjellë një ndjenjë të madhe qetësie dhe lumturie. Mund të jetë një bisedë ngrohtë, një afrim emocional ose thjesht një moment ku kupton se sa shumë vlerë kanë njerëzit përreth teje. Në dashuri, 10 kupat sjell harmoni dhe afërsi. Nëse je në një lidhje, mund të ndjesh më shumë lidhje me siguri dhe partnerin. Nëse je beqar, kjo letër të kujton se dashuria fillon edhe nga paqja që ke me veten. Në jetën personale, kjo është një ditë për të shijuar gjërat e thjeshta. Mos kërko gjithmonë diçka më të madhe, ndonjëherë lumturia është pikërisht aty ku je. Dhe mesazhi i letrave tarot për ujorin. Lejojeni veten të shijoni momentet e bukura. Lumturia e vërtet vjen nga njerëzit dhe lidhjet që të bëjnë të ndihesh i pranuar dhe i dashur. Peshqit, letra e tarotit peshq për këtë testuar, rrota e fatit e përmbysur. Një letër që flet për vonesa, pritje dhe momente ku gjërat nuk ndodhin pikërisht në kohën që ti dëshiron. Këtë testuar mund të presësh një lajm, një përgjigje ose një ndryshim që e ke shumë në mendje, por kjo letër tregon se mund të mos vijë ende. E di që mund të jetë zgënjyese, sidomos ku ke pasur shpresë dhe ke pritur me padurim. Mos e shiko këtë si një refuzim apo si fundi rrugës. Rrota e fatit mbetet një letër e ndryshimeve dhe mundësive, edhe pse tani duket sikur gjithçka është ngadalësuar, ajo që është për ty do të vijë, kur koha të jetë më e përshtatshme. Në dashuri kjo letër tregon se i situatë mund të kërkojë më shumë durim. Mos e përpiq të detyrosh një përgjigje ose një zhvillim para kohe. Në punë dhe planet personale do të vazhdosh të besosh në rrugën tënde. Ndonjëherë një vonesë ndodh sepse diçka e mirë po përgatitet në prapaskenë. Dhe mesazhi i letrave tarot për peshqit. Mos e humb shpresën vetëm sepse diçka po vonon. Universi nuk ka thënë jo, thjesht po të kujton se çdo gjë ka momentin e saj të duhur.
Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e shtunë 18 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Dhe na lini komentet tuaja.